Në studion tonë kemë folur vazhdimisht për bankersin dhe kurumin. Do të kalojmë në të dy, po kemi ja anonçoj regjia që po ndodh me hetimet për kurum. Lala, çfarë po ndodh me hetimet? A ka një përgjigje të analizave për mbetjet e dyshuara si toksike e tjera? Dhe të flasim për këtë dhe për bankersin më pas. Unë nuk flas për herë të parë për çështjen kurum, që kur ka nisur skandali mbetjeve që në këndvështrimin tim janë mbetje të rrezikshme, kam folur rregullisht paktën në emisionin tuaj, por edhe në ndarje të tjera publike. Dhe normalisht besoj që gjitha ato dyshime që ne kemi ngritur do të provohen. Ju e dini që pas një kohe dhe zvarritje shumë të gjatë, më në fund prokuroria e Durrësit arriti që të dërgonte jashtë vendit mostra të 102 kontenerëve, të cilët u kthyen, nëse e mbani mend, lundronin në det, nuk kishin mbritur akoma në Tajland dhe u kthyen në Shqipëri dhe janë vendosur në ruajtje në Porto Romano dhe mbahen aty në vëzhgimin e kamerave të sigurisë dhe të punonjësve të policisë. Në informacionet që disponoj, më rezulton që përgjigja nga laboratori në Itali ka ardhur dhe mbetjet kanë rezultuar të rrezikshme dhe tani i takon prokurorisë së Durrësit që tej çdo dyshimi të përcaktoj se kush janë personat përgjegjës që kanë lejuar në mënyrë të paligjshme eksportimin e mbetjeve. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për këtë sasi që mbahet e bllokuar në Porto Romano, por në dokumenta që unë kam parë, sepse janë dokumenta publike, nuk është se i kam siguruar nga një institucion. Mjafton të hapësh të gjitha eksportet, mjafton të hapësh faqen zyrtare të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit e tjera me radhë, për të kuptuar të gjitha kërkesat që ka bërë kompania Kurum dhe më rezultojnë tonelata mbetje të rrezikshme të cilat janë eksportuar jashtë vendit. Dhe mendoj që në këtë histori nuk bëhet fjalë vetëm për kompaninë Kurum, që në këndvështrimin tim ajo ka bërë falsifikim dokumentash, ka bërë më pas kontrabandim të lëndëve ose të mbetjeve të rrezikshme, por po ashtu duhet parë edhe çështja e pastrimit të parave, por më rezultojnë edhe një sër kompanish të tjera. Në rastin që ne flasim, pra 102 kontenerët të cilët janë të bllokuar në Porto Romano, janë kontenerë të cilët janë eksportuar nga kompania Sokolaj SHPK në pronësi të Giovanna Sokolajt, që sigurisht ka patur qëndrime të ndryshme në prokurori, sepse ajo më pas ja ka shitur vetes së vet, pra një kompanie tjetër që e ka të regjistruar në Kroaci, duhet parë rrjeti kompanive të tjera të përfshirë në këtë çështje, dhe duhet parë përgjegjësia e zyrtarëve shtetëror, sepse historia e eksportit të mbetjeve të rrezikshme të Kurumit në këndvështrimin tim nuk është një histori që ka të përfshirë vetëm vetë Kurumin apo disa kompani të tjera. Unë kam dyshime të forta dhe këtë e kam thënë gjithmonë dhe po e ripërsëris, po i takon prokurorisë tani të ndërmarrë veprime dhe të përcaktoj përgjegjësitë e gjithë secilit, ka të përfshirë dhe zyrtarë të lartë shtetëror, që janë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, duhet parë a e ka kryer si duhet Agjencia Kombëtare, zyrtarët e këtij institucioni apo punonjës si duhet detyrën për licencimin e kompanisë apo për të dhënë lejen për eksportin e mbetjeve. A janë parë të gjitha ato kodet me kujdes? Zoti Soko mund na thot për shkak detyrave që ka mbajtur mënyrën se si funksionon, sepse për secilën mbetje ka një kod të përcaktuar dhe ka procedura të veçanta për të dalë jashtë vendit apo për të bërë asgjësimin e tyre. Kështu që unë shikoj përgjegjës brenda Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, shikoj përgjegjës po ashtu brenda doganës shqiptare, shikoj përgjegjës po ashtu brenda drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Pra janë një sër institucionesh të cilët nuk kanë funksionuar, ndoshta kundrejt rishfetit, ndoshta për shkak të paaftësisë. Këtë do duhet ta përcaktojë prokuroria, por unë mendoj që tashmë nuk ka asnjë arsye përse prokuroria të mos ketë përgjigje zyrtare për këtë çështje. Për Durrësit apo për Spagun? Po flasim për prokurorinë, sepse unë jam me qëndrimi që prokuroria e Durrësit do duhet ta kalojë këtë çështje në SPAK për të patur një hetim, sepse unë nuk mendoj që historia e eksportit të mbetjeve të rrezikshme të Kurumit ka ndodhur nga disa njerëz të thjeshtë. Unë mendoj që ata kanë vepruar si grupi strukturuar kriminal dhe duhet parë përgjegjësia e tyre më në thelsi. Dhe unë mendoj po ashtu që ka zyrtarë të lartë të cilët duhet të hetohen vetëm nga SPAK-u. Kështu që duke qenë se përgjigja ka ardhur dhe prokurorët duhet ta analizojnë në raport me legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar, sepse bëhet fjalë për një eksport dhe për një vepër penale që është kryer edhe në vende të tjera, sepse mbetjet janë tentuar të eksportohen drejt Tajlandës. Rrjeti i Bazelit dha alarmin në atë kohë
dhe pretendoi që mbetjet ishin të rrezikshme dhe për këtë arsye kërkoi kthimin e këtyre kontenerëve, 102 kontenerëve në Shqipëri dhe pas një debati shumë të fortë. Deri tani Durrësi në çfarë faze i ka çuar këto hetime? Nëse ju ishit i vëmendshëm zoti Rakipi, thash që është duke ka pritur deri më tani përgjigjen nga laboratori italian, e cila ka mbritur. Tani në këndvështrimin tim, prokuroria nuk ka më asnjë arsye të vonohet dhe të jap një përgjigje zyrtare dhe duhet të identifikojë personat përgjegjës që kanë lejuar eksportin e mbetjeve të rrezikshme jashtë vendit. Se kush janë emrat konkret, këto do duhet në varësi të pozicioneve për kohën kur ka ndodhur ngjarja. Dhe të thash, nuk bëhet fjalë vetëm për këtë sasi. Në dokumentat që unë kam parë, që janë dokumenta zyrtare që mund t'i gjejmë lehtësisht secili nga ne, kam kuptuar që në fakt Kurumi ka eksportuar jashtë vendit sasi shumë më të mëdha se sa ato që janë të bllokuara në Porto Romano. Çka do thotë që hetimi do duhet të shtrihet për një kohë më të gjerë. Deri tani prokuroria e Durrësit nuk ka ende një përgjigje konkrete se kush janë zyrtarët përgjegjës, por besoj tani nuk ka asnjë pengesë për të patur edhe një përgjigje zyrtare dhe për të shkuar drejt arrestimeve apo ndalimeve të personave përgjegjës. Se kur do ta bëj këtë, do duhet ta thot vetë prokuroria, sepse prokurorët e çështjes normalisht ishin vetëm pritje të përgjigjes së letërporosisë nga laboratori italian. Në rastin e kompanisë Kurum nuk ka nevojë fare na e thot prokuroria, ka patur bashkëpunëtor në institucione shqiptare për të mbyllur këtë skandal. Pra do thotë Kurumi, ne kemi të kapur vetëm një rast që ngriti alarmin rrjeti Bazelit për këtë eksport që bëri kompania Sokolaj. Çështja është, dhe unë këtë shqetësim kam ngritur, besoj pamë ju keni qenë edhe këtu te zoti Rakipi. Ore, ku kanë shkuar tonelatat tjera? E para, fare. E dyta, a ka patur kontroll nga institucionet, se janë një sër institucionesh që duhet të kontrollojnë, e di kur filloi kontrolli nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit pranë kompanisë Kurum, pasi shpërtheu skandali. Nëse ju kujtohet, pasi shpërtheu skandali dhe diskutohej që mbetjet të ktheheshin pas, Agjencia Kombëtare e Mjedisit zbarkoi te kompania Kurum. A thua se vetëm atëherë filloi funksionimi Kurumit. Ndërkohë që po të shikosh raportet e kontrollit, aty ke një raport, një po, një jo, një ndoshta. Do thotë që AKM-ja dhe institucionet e tjera të ngarkuara nga ligji do duhet në mënyrë të vazhdueshme të kishin kontrolle mbi këtë kompani, e cila në fakt ka prodhuar shumë më tepër se sa ka eksportuar. Tani kjo diferenca mes asaj që ka prodhuar dhe asaj që ka eksportuar, ku është? Prandaj do duhet ketë hetim të thelluar. Dhe unë, nëse shkojnë disa njerëz në burg, prapë për mua nuk kanë asnjë rëndësi të paguajnë pasoja. Çështja është që dëmi që u shkaktuar dhe ju shkaktohet për ditë qytetarëve shqiptar. Do mbajnë për përgjegjësi. Që ishin këta që kanë hyrë së fundi, që përmende ti që ndryri pa më pastaj. Që? Emrat që përmende këto te Kurumi. Sokolaj që këta pse këta, si kanë hyrë? Tani, kompania e Gjovana Sokolajt, sepse në momentin që shpërtheu skandali, kishte një keq kuptim ose më saktë kishte një tentativë për ta tërhequr dhe për ta shmangur Kurumin nga përgjegjësia. Duke thënë që këto mbetje janë eksportuar nga një kompani e Gjovana Sokolajt, e cila në fakt i kishte marrë nga Kurumi, por ajo e pranoi në dëshminë që dha në prokurori dhe media përgjithsisht u përpoq ta shfaqsonte Kurumin. Çfarë rezultoi? Rezultoi që mbetjet ishin shitur nga Kurum kompanisë Sokolaj. Kompania Sokolaj ja kishte shitur kompanisë DS Minerals DDO, që është një kompani po në pronësi të Gjovana Sokolaj, dhe mjafton të shikosh regjistrin në regjistrin kroat dhe kupton shumë mirë që është një kompani pa aktivitet, ka vetëm një të punësuar, dhe skandali në atë histori e dikush është se mjafton të hapësh, ti jesh analitik dhe të hapësh dokumentat zyrtare, nuk ke nevojë të lodhesh në këtë histori. Dhe kupton që në fakt ajo kompania e regjistruar në Kroaci, kishte të njëjtën adresë si banesa e Gjovana Sokolajt. Dhe Gjovana Sokolaj më pas, pra është një kompani e cila është futur në treg dhe në dijenin tim është futur dhe tek minjera dhe është një tjetër hetim që duhet kryer, është futur në treg për të bërë eksportin e mbetjeve që në fakt i pranon Tajlanda, sepse ka teknologji të avancuar dhe i përdor për pasurim dhe që interesojnë Tajlandës. Mbrapa Sokolaj duhet të kenë njerëz fuqishëm besoj. Absolutisht, unë mendoj që janë grupe kriminale të Durrësit në këndvështrimin tim. Pra kompania Sokolaj nuk funksionon, Gjovana Sokolaj që në pamje të parë është pa ofenduar askënd, duhet të jemi kujdesshme, po pa patur një aktivitet të thelluar, pra duket në pamje të parë një prestanome.
Dhe unë e shikoj të lidhur me grupet kriminale në Durrës, si pas këndvështrimit tim. Jo ndoshta zonjë në fjalë, por mënyrën se si operon kompania. Sepse është e pamundur që një kompani nga asgjëja të ngrihet dhe të shkojë në këtë nivel. Ndërkohë që kush janë kompani që duhet jenë më të kontrolluarat? Pikërisht këto kompani që bëjnë eksporte të këtyre lëndëve. Nuk mund t'i eksportojë një kompani e cila në Kroaci ka adresën e shtëpisë, një herazi dhe adresën e kompanisë, dhe ndërkohë nuk ka eksperiencë në këtë fushë. Pra është një kompani që nis nga asgjëja dhe bëhet shumë e fuqishme në eksportin e lëndëve që sigurisht prodhohen për shkak të nga kurumi, por ka edhe kompani të tjera, Qeliku kanë përshtypjen kompani që përpunojnë e tjera me radhë, dhe që duhet eksportohen. Dhe çështja është që unë nuk mbetem tek ajo faza që të shkojnë disa zyrtarë në burg apo disa drejtues kompanish. Jo, kjo histori do duhet të merret në dorë nga SPAK për të parë dëmin që është shkaktuar qytetarëve shqiptar, sepse mund të ketë ekzistuar risku që edhe të jenë groposur mbetjet. Dhe efektet do të ndihen shumë vite më vonë. Dhe nuk është histori që se kurumi nuk ka funksionuar në Shqipëri, nuk e di në vitin e sa të operimi duhet jetë. Po duhet jetë mbi 20 vjet operimi në Shqipëri. Dhe gjitha qeverit, majtas dhe djathas, kanë bërë një syqor dhe një veshurdh në lidhje me këtë kompani.